Aleanca Kombëtare kundër drogës së udhëhequr nga Partia Demokratike, pas 2 muajsh lufte verbale, ka zgjedhur një tryezë rrumbullakët me shoqërinë civile dhe median për të prezantuar propozimet konkrete në luftën kundër narkotrafikut. Sipas Lulzim Bashës, trafiku i drogës është alarm për Shqipërinë, ndërkohë që sipas tij qeveria nuk merr asnjë masë konkrete. Për ngritjen dhe nisjen me urgjencë nga puna, një komisioni hetimor parlamentar për emrimet e personave të dënuar për trafik droge, si dhe personave të ndjekur ligjërisht apo rrugë tjera. Një tjetër propozim është përgatitja një pakete plot ligjore për verifikimin e integritetit dhe largimin e punonjësve të inkriminuar nga policia shtetit, nga doganat, nga portet, aeroportet, pikat e kalimit kufitar, nga forcat e armatosura të Republikës së Shqipërisë dhe në tërësi nga administrata publike. Përgatitjen e një pakete ligjore dhe masash për vendosjen e sistemit të verifikimit për të gjithë kandidatët që do të garojnë në zgjedhjet për pushtetin qendror apo të vendor, rivendosjen e moratoriumit për skafet për 2 vite të ardhshme. Krahas kësaj, aleatët opozitar, protestat popullore, i shohin si një instrument rëndësishëm për të përballur këtë qeveri. Besoj që i vetmi mekanizëm shtrëngues i opozitës, i shoqërisë civile, shqetësimit qytetar janë vetëm protestat. Dhe ne nuk duhet t'i ndalim këto. Nga ana e tij, analisti Arten Hoxha theksoi se Aleanca Kombëtare kundër drogës duhet të fokusohet në bindjen me fakte konkrete të qytetarëve skeptik për trafikun e drogës. Një nga frontet kryesore është thyrja e skepticizmit të një pjesë të shoqërisë që ende nuk ka arritur në një konkluzion që unë për vete kam arritur, ju jeni edhe shumë më tej, ju besoni që ai është i vërtetë.